në 6 maj, disa ditë përpara mbërritjes së ditës finale, 11 maj. Zoti Kadili, kënaqësi jemi së bashku në këtë bashkëbisedim. Shumë faleminderit për këtë mundësi, Ola. Si u duket fushata deri tani? Kemi sinqert, është fushata më bajate që unë mbaj mend që nga fillimi i pluralizmit shqiptar që nga na thënjishi. Është një fushatë që nuk mund të ketë dhe nuk mund të sjellë asgjë të re, përderisa konkurenca politike në Shqipëri është ngurcuar, ka ngrirë tek gara mes dy personaliteteve, Berisha dhe Rama. Kjo garë është që nga viti 2009, në të gjitha këto garat që janë zhvilluar në 2009-2013, përfshirë ato në 2017 dhe 2021, pra 4 palë zgjedhje më parë, kur Berisha u zvendësua në një farë mënyrë nga maskoti i tij, nga i deleguari i tij, Zoti Basha, kthehemi përsëri me fytyrë ballë për ballë, përsëri Berisha dhe Rama. Pra është hera e 5 e zgjedhjeve që shqiptarët nuk kanë më mundësi të zgjedhin, po duhet votojnë në ndarjet e tyre, në linjat e tyre vertikale, kush është me Berishën, kush është me Ramën. Po pse janë dhe partitë e reja në lojë, në fushat, besoj keni ndjekur? I kam ndjekur me... Temi sinqert, shpresë nuk kam pasur, për faktin se fati përvoja më ka ekspozuar në njohje personale dhe me personat, po edhe me politikën që tenton të krijojë lëvizje ose frymë ose parti ose organizime politike në Shqipëri. Gjithmonë këto kanë një problem. Këto krijohen nga një individ, i cili në radhë parë e konsideron veten të lindur për të qenë kryetar, e shpall veten kryetar, pastaj mendon se çfarë partie do të bëj dhe çfarë emri do t'i vërë kësaj partie. Prandaj nuk funksionojnë partitë e reja në Shqipëri, edhe pse terreni është shumë pjellor, shoqëria shqiptare mezi pret që të shpëtojë nga kjo politikë ngrirë, nga kjo konkurrencë që nuk ekziston më në politikë prej gati 20 vjetësh. Partitë e reja duke u krijuar me këtë mendësi të vjetër, me mendësinë e liderit, me mendësinë e individit që unë jam kryetar, tani hajde të bëj një parti. Prandaj po ti shikosh këto parti kanë vetëm emrin e kryetarit, madje shpeshherë ne nuk e kujtojmë eksakt se si e ka emrin partia dhe i referohemi me emrin e individit. Këto parti nuk kanë as nën kryetar, as një sekretar, as një funksionar tjetër, as një... Nuk e kanë ndoshta të njohur se që e kanë. Formalisht mund të kenë. Për shembull, Partia Mundësia ka ardhur në këtë studio disa herë me nën kryetaren e vet. Me që e përmendet se nuk kam dëshirë të merrem individualisht me ta, por pas postimin kur kryetari i kësaj partie, ose ai që u shpall kryetar pas e bëri partinë, zoti Shej, konsultonte çështjen e shëndetësisë dhe aty kishte njeriu me të cilin punon prej gati 10 vjetësh, e paguan për funksionet caktuara, atë që keni pas në studio, dhe rastisht hyn dikush i quhet Doris dhe ky shpjegonte konkurrencën, politikat e shëndetësisë. E një kryetar partie që ka parti, ka një ekip që e konsulton, nuk është humor politika, nuk është të bësh model, të bësh njëri i njohur i famshëm. Po këtë bëjnë edhe drejtuesit e partive të mëdha, zoti Kadili, në fakt. Apo jo, kur flasin për shëndetësinë, kur flasin për arsimin, kur flasin për infrastrukturën, të gjitha atributet i merr kryetari në shpjegimin e asaj që do të ofrojnë në pas 11 majit. Ajo që shfaqte në Facebookun e tij apo në rrjetet sociale, ai kryetari Shej, nuk ishte prezantimi, ishte konsultimi, madje kishte edhe një billboard aty dhe shënonte pikë, se po merrem gjatë me të, por nuk ja vlen. E qartë, okay. Është e parancishme. Partitë mëdha në fundit kanë stafe. Partitë mëdha kanë me 10 ekspert, të cilët mbase mund mos jenë më të mirë të Shqipërisë, po vrasin mendjen për vite të tëra për të prodhuar diçka. Gjithsesi, unë kam ke modeli. Modeli është një model pa shpresë. Edhe unë të modeli e kam, për shembull dhe partitë e vogla, ndjes që u ndërpres po ta bëjmë interaktive, se është më interesante edhe për publikun.